Humori i tyre është i pa konkurrencë. Bëhet fjalë për komedianët Stupcat, të cilët do t'i keni rast të shihni përmes ekranit që nga data 26 mars. Kësaj radhe ata vinë në bashkëpunim me aktorët e Portokallis. Se çfarë kanë përgatitur dhe si u ecën xhirimet, më na flasin më së miri ata vetë. Sipas hulumtimeve të fundit del se dekalogu QQZ pritet të jetë virusi kryesor i cili do të shkaktojë të qeshura pafund tek shqiptarët të gjitha trevave. Ky rezultat rrjedh nga bashkëpunimi i dy komponentëve kryesor të humorit shqiptar, Stupcat dhe Portokalli. Me regji të Altin Bashës dhe skenar nga Stupcat Group dhe Florian Binaj, komedianët më të dashur të ekranit janë mbledhur në serialin më të ri televiziv për të dhuruar shqiptarëve momente gazmore përmes dekalogut QQZ, i cili do të fillojë të shfaqet nga data 26 mars në rrjetin digjital. Ideja është që gjithmonë më shumë ai integrimi jon po shkon përpara dhe sa më shumë shkon përpara integrimeve shqiptarëve, aq më shumë aspekte të reja të këtij integrimi paraqiten para nesh. Dhe sigurisht që kjo e bën interesante për publikun në Shqipëri dhe në Kosovë, paraqitjen e problematikave apo të situatave që mund të lindin nga integrimi përbashkët. Po pse është mirë me bëni serial bashkë Kosovë-Shqipëri para arsye edhe të tregut, që asnjëherë nuk ka pasur një serial seri filmike mbar kombëtare me që. Seriali televiziv përmban gjithsej 10 telefilma me tematika të ndryshme me të cilat përballet shoqëria jonë kryesisht në Kosovë dhe Shqipëri. Për shembull problemi i ministrive. Dy ministrit takon lidhjen e prezrenit për çështje kombëtare që parasysh, edhe dy ministrit harrojnë për çka kanë ardhur aty, ose dy ministrat i kanë marrë edhe ata vartësit e vet. Se çdo ministër ka një shpiona. Dëshirën për kështu edhe i kallzon çore me mujt që të nder me voç kështu me mujt që të banes me uzurpu me mujt këto. Unë jam ministri Osmani është ai vartësi i ministrit që ja kryen këtë punë, ose tema e ushtrisë. Për shembull, ata janë në NATO, na nuk jemi në NATO. Ndoshta na jemi 2000 ushtar, po jena shumë të fuqishëm, edhe shumë të mirë. Edhe fillon kjo gara e dy ushtrive, domthonë ushtria e Kosovës dhe ushtria e Shqipërisë. Shoqata për drejtën e grave ka probleme, domthonë na jemi shqiptarë dhe na preokupojnë, jemi me menimet ndërkombëtare jena një mentalitet. I veçantë në këtë serial do të jetë edhe bashkëpunimi i artistëve të cilët tashmë kanë fituar epitetin e aktorëve më me nam në trojet shqiptare të zhanrit komedi. Ata janë Vedat Bajrami, Osman Azemi, Emensur Saqiu dhe Florian Binaj, Besart Kallaku e Gazment Paja. Nuk është hera e parë që këto grupe humori gërshetojnë batutat e tyre, por është projekti më i gjatë që kanë punuar bashkë ndonjëherë. Përmes këtij seriali, ata rikthehen bashkë pas disa viteve. Po aktorët me zeti kanë qenë jashtëzakonisht fenomenal, të mrekullueshëm. Nuk ka pas domethënë aktrim me bryla. Hajde na po shtyhemi, hajde na peka, se s'ka në aktrim, do thotë, nëse menon ti me lut me bryla, atëherë ma nuk ka art aty. Kështu na kanë si një trup, si një shpirt. Edhe mi mundu me realizu tema shumë, mi u japa dimenzionin njerëzor, problemeve ose karaktereve. Xhirimet e dekalogut QQZ zgjatën rreth 2 muaj dhe u filmuan në lokacione të ndryshme, disa në Kosovë, disa në Shqipëri, në vende të veçanta të cilat po ashtu paraqiten në ekran për herë të parë. Në njëri prej objekteve do të thotë është lidhja e prezrenit, edhe kemi pas 6 ditë në dispozicion sikur në shtëpi. Ja kemi mësuar këtë korridorat lidhjes prezrenit. Besa u çu dhe i merr prezrenit dhe ai një lodhë burra. Vendet cilat kemi xhiruar në Shqipëri, edhe ato ka pas jashtëzakonisht respekt të madh për anës shtetit. Për shembull, një vend i cili nuk u xhirua asnjëherë është komanda njësia speciale Zallheri. Është terminali doganor në portin e Durrësit, ku do me thonë i kemi ndalë tragjetat që kanë ardhur për Italisë, edhe ka filluar të xhirimin në portin e Durrësit, kemi xhiruar 5 ditë. Zallherin e përmena, Qemal Stafa stadioni, shumë vende objekte ndryshme që do thotë normal pa përkrajnë e shtetit nuk kishte mujt me marrë lejen asnjëherë. E gjatë periudhës së realizimit të filmave, artistët nuk e patën edhe as të lehtë. Temperaturat, largësia e ndonjëherë edhe lëndimet trupore e probleme të natyrave të ndryshme u shkaktuan vështirësi në procesin e punës. Po në prova, kur filleshëm me lexu skenarin,
Për shembull, skenari jonë nuk është problem u lexu nga aktorët e Shqipërisë. Po kur na dashin ata skenarin me lexu na, kur e lexoj shumë, për shembull, janë shahone me lexu skenarin. Osmani dy do që se italian. Ke pasi ke më parë. Edhe aty filloi ke mandej janë shumë me kish krejt se derisa e adaptoj shumë skenarin. Kena pas përkthyesje në Shqip. Po, Shqip e kena pas përkthyesje. U ka një kohë që u lodhëm të për gramatik. Po. A din kur shkoj në Kosovo në Shqipëri kem pak qef, po ata më si të lutim për mua një çik, po po vëlla çush jena na, gjuhën e nanës më të mirë. O ti bilbil, çfarë të rrosh? Ma bini kafe. Po, më mësuli për shtatet më lehtë me gjuhën domethënë me jargonin e tyne. Ky serial do të shfaqet çdo javë nga një pjesë e cila do të zgjas rreth 40 minuta, ku të qeshurat do t'i keni të garantuara. Më së